Do të merë fund kjo botë, këto tjej do të shëndrohen në tjetër tjej, kjo tokë do të shëndrohet në tjetër tokë, që ka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo tokë në të cilën ne do të ngrihemi dhe dalim në mahsher, ajo tokë do të jetë e bardhë sikur argjendi dhe do të jetë një tokë që nuk është bërë gjunah as që është derë gjatë. Jo kjo tokë. Jo kjo tokë me gjithë këtë zullum që po bën. Jo kjo tokë me gjithë këtë zullum që po bëjnë ata që mbajnë emnat e drejtat të njerëzive, nuk e di çfarë, s'kam. U kri ke punë. U dëshmumo me rastin e Gazës, me rastin e masakrës që nuk është e para, po inshallah tjetë e fundit, nga se palestinezët i kanë dhënë një mësim edhe jahudis, edhe musliman, edhe lindjes, edhe perëndimit, i kanë dhënë një shkollë o vëllezër të dashur. Sa që me të madhe njerëzit në perëndim pranojnë islam. Shkaku? Habitet. Si mundet thot njerit i është vra e vladin, e bartën e vladin, jonë tabut në thes, o vëllezër të dashur, të coptuar në thes, edhe thot baj selam pejgamberit se ne vazhdojmë rrugën tonë. Si mund të durën? Del një fëmijë mban ligjërat, fëmija mban ligjërat për vlerën e Palestinës, për vlerën e Mesgjidul Aksas, për vlerën e gjihadit. Fëmija mban ligjërat, i plagosur, i reskapitur, i zhveshur, i uritur, pa kulm. Gjithë fëmija i kanë kalu me botën tjetër shahidin, inshallah, a i mban ligjërat burnia. Subhanallah. Prandaj ato të hujt, kur i shofin këta, nuk ashtë e muqme. Prej ka e marën këtë energji, nga e marën këtë fuqi, nga e marën këtë gudzim. Vinë në përfundim, Islami të bën burë, Islami të bën njeri, Islami të bën trim, Islami të mban, përveç Islamit nuk ka tjetër, o vëllezër të dashur. Ti lama të parollet del njoni, Turku na ka bo me zarë, e i ka shti me zarë, e na ka bo musliman, si ti është pishmon hedhë, hedhë si që anë të hedhë dë shok tu, hedhë. Apo thënë gjdo kush këthehet në originalin e vetë. Ata në original nuk janë musliman, po janë shitur musliman, e ta shkëthehen. Subhanallah, tem e çuditshme. Fjallën e kam se në perëndim me të madhe pranojnë islamin për shkak të fjalimeve të fëmijëve, të guximit të muslimanëve. E pranojnë islamin, nuk ka veçëm islami të bën kështu, s'ka tjetër filozofi, tjetër ideologji, nuk ka. Islam dhe pikë.